Shenjëzimi i ri që është bo, e para është bërë gushtin e vitit që po e lëm pas, është bërë një shenjëzim i ri, janë vendosur disa tabela në përpikat kufitare. Ato tabela, unë kam informacion që e kam vendosur bashkë me policinë tonë, sado që policia mund të mos deklarohet për këtë, se kam vendosur mirë apo i kam vendosur gabim. Ato tabela janë vendosur, megjithatë, ajo anomalia më e madhe është se edhe pas miratimit kuvendit Kosovës, në ato pika ku ata e kanë miratuar, ashtu si e kanë miratuar, pikat tjera kufitare që janë vendos akoma më brenda territorit Kosovës, jo në pikat kufitare ku është konsideruar edhe në ato pika ku konsiderohet që nuk ka shkelje ose nuk ka shtyrit kufirit, duke lënë anash Bjelluen, duke lënë anash Përzam Koqishten, Çakorrin, duke lënë anash fshatin Haxhaj, Hajlen, pra duke lënë anash këto edhe në pikat ku konsiderohet ku nuk është bërë shkelje ose nuk është bërë devijim i vizë kufitare me demarkim, pra akoma kanë hyrë brenda territorit